dënoj me forcën më të madhe. Me forcën më të madhe. Presionin terror të Edi Ramës ndaj gjykatës kushtetuese. Dënoj me forcën më të madhe në një akt të pashembull. Ditën e djeshme, a i ka ndërmarrë 2 sulme të egra që të i kalon dhe Madurën e Venezuelës ndaj gjykatës kushtetuese. Në përgjigjen e tij ndaj deklaratës së shoqatës gjyqtarëve, ku ata denonconin dhe denonin ndërhyrjet brutale të Edi Ramës mbi gjykatën kushtetuese për të mbrojtur vjedhjen e tij. Vjedhjen e tij me tunelin e Llogaras është kap mat, nuk ka kulviz, është mat. S'del dot më. Dhe u vërsulet me një gjuhë që edhe Maduro doja ketë lakmi kur ta lexoj, kur ta përkthej. Çfarë kërkuan gjykatësit? Kërkuan të mos ndërhyet mos ushtrohet presion ndaj gjykatës. Ju jeni dëshmitar se si një javë më parë ky mashtrues publik i kapur në qark me vjedhjen e tunelit Llogaras, citoj kush e disa herë Komisionin e Venecias, sikur ky komision pas ka dhënë opinione që nuk mund të pezullohen ministra. Tani e ka hequr, ka 4 ditë që se përmend ma Komisionin e Venecias. Duket ka marrë në karton të kuq. Dhe i bëj thirrje Komisionit të Venecias të bëjë një deklaratë që ta mësojnë shqiptarët se ky është një mashtrues publik ndërkombëtar. Nuk mjafton kartoni kuq. Mjafton dhe deklarata publike për denoncuar njeriu që citoj në një ligjërat koprolalike të gjatë disa herë Komisionin e Venecias në një kohë që në asnjë rast nuk ishte ai komision që kishte dhënë ato direktiva apo ato këshilla. Përkundrazi, në shqyrtimin e nenit të procedurës penale të Kosovës, i cili autorizon gjykatësit një lloj si neni i Shqipërisë, i procedurës penale të Shqipërisë, të pezullojnë. Komisioni i Venecias thotë se ky nuk bie ndesh as me kushtetutën. Nuk bie ndesh as me kushtetutën. Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit ka gjykuar se pezullimi nuk është në kundërshtim me Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit. Dhe kjo është evidente. Edi Rama ka hallin se është në radhë, pas Lubis, e keni marrë vesh që është nda dosja dysh, dosja Lubis dhe dosja Ramës. Nuk flen ma dosja Ramës. Jo, nuk mund të flerë ma dosja Ramës. Dhe ai tani po bën gjithçka për të përdorur Lubin si parzmore. Si parzmore. Shqiptarët nuk do jenë indiferent. Do të jenë ata që do imponojnë ligjin dhe drejtësinë në qoftë se ky kërkon t'i konfiskojnë në këtë mënyrë. Po kështu dje, për herë të dytë,